Pse ne duhet ta ndjekim intuitën? Intuita është sinjal nga vetja jonë e lartë shpirti, ajo e din se çfarë është rruga e dur për ne. E ndjekjen e intuitës ajo të çon të rruga e begatisë së përmbushjes tonë personale dhe shpirtërore. Mirë, por na ta kuptojmë se si na flet intuita për rrugën që duhet bëjmë. Ajo flet me anë të sinjaleve të trupit, ndjesive që ne ndjejmë, me anë të energjisë. Duhet të vëzhgojmë sinjalet që ndjejmë në trup, që ndjejmë në veten tonë, të vëzhgojmë emocionet dhe ndjenjat edhe mendja e njeriu nuk i kap dot në çast. Nuk e percepton dot në çast, prandaj duhet ta vëzhgojmë fillimisht dhe pas vëzhgimit mund ta mendojmë dhe mund ta shkruajmë. Mirë, atëherë sinjalet që të fut intuita që kjo rrugë nuk është për ty, është mërzitja, stres dhe depresioni, që është edhe vija e kuqe. Kurse po të kuptuar që po ndjekim intuitën, bëjmë atë çfarë don zemra jon, pra shpirti jon, duhet ku bëjmë veprimet, duhet vëzhgojmë se çfarë ndjejmë, ndjesi gëzimi, lumturie, paqe, për përmbushje. Pra sërish duke vëzhguar kupton që je në rrugën e duhur nëse përjeton ato emocionet që përmenda pak më parë, emocione pozitive. Kjo ka të bëjë dhe me njohjen e vetes, që po ta njohim më mirë veten duhet veprimit, duhet eksperimentimit, të kuptojmë se çfarë duam vërtet edhe çfarë jo. Sigurisht që duhet përpiqemi pak edhe për ca kohë dhe ta kuptojmë se çfarë don shpirti jon të bëj që ne të bëjmë vërtet dhe çfarë jo, për të mirën tonë. Kaq kisha, shpresoj t'ju kem ndihmuar me këtë video. Shpëndareni me personat që janë të rëndësishëm për ju. Mos harroni të bëni subscribe për më shumë video. Ju përshëndes.